Hajdi bre mo. Alo flejta. Pse çka? Po hajdi mo se babos po di çka me rajt mo. Çka? Met mi qite. Pse? Çka? Kujna me ato interesu për ta vazhore ka shtime më që në gjarë sa bojë? Hezbe të shumë të shumë çka ka. Hezbe por zotin se si. Ma mirë, jeq më selim rano. I thamë një kon ka pazare. Po i thamë një kon ka Çka pazare. pazare, çka të më interesu më pse është ai nervoz? Çka të më interesu më pse është ai nervoz? Kështu ma ka përëm. Po shë zotin vaj, nuk ka baba një det për ditë qështu? Da mu si pak se... Hajdi. Neve më si fol, mami, poshtë në Allah më si fol. Gë, vlada, neve më si fol. Pas zotin a mujtë të më qu, bre. A hishbe se vjen marrë be burrat e Allahi bre. Po ma mirë më thuj s'po muj me agjiru edhe hajt. Kur qajq? Po shka ki bre bob? Po kush ka shtipe ty më që në gjarë sa bojt? Pipik qefit jam qu, qe? Për natë shejtanit. Zdu mu shejtani me mujt. Ko ba shejtan? Ko a? Ha? Neve mos baj gane me poshtë. Juve shejtanin bark ju ka hin juve. Edhe banish dan ditën flini bre, rrini rad bre. Marre bre do të me jardë bre. Hej. Po kush klun që s'ba me flet dhe sa dushti? Kush klun, hajde gjejma dikun, që s'ba me flet Ramazan. Këshirën e këtë fetë Mirë të gjej, hajde. 100 kile burë bre, du të me trapi vetë vetës bre. Gjejbe. Pis bre. Edhe sot e pas ka zonë me sabah. Kanë bre ka zonë. Mum ka zonë Ramazani. Hej, kuku bre, mum pas ka zonë Ramazani. Nga shë po thamë, së më vjen be marre, hiq me ta skuq qafën me ta bo, all me ta bo bre. Po çka kive me neve, se pse na gjush me sabah, ma pse? Qfar sabahi, more? Dreka, more, ashtë, kjo thot sabahi. Hej, kuku bre. Po mos me sa dhe E di bre, e di bre, cigare më së më këni ble. E din. Lejbe mu ato cigare. Kush bre me lon cigaren? Pa tikve kemet me mësu me lon cigaren, be. Pis bre. Po kush thabe me leon cigaren, kush? Jo ti i thave babës. Lejbe u ati smut. Që se i thave, Hajte po që nuk o mirë njerët, Ma, që bre. ma hymë në qafë ma hymë. Kur se i thave? Quni, A tha? quni, marre e koft. A qatë pu pengoj ka cigaret e mija? Ha? Po ju be bobë se dhe na kësham një box ta blej. Një box. Jashtë të shof, dëri jashtë. Dëri jashtë më të shof. Het, qu. Pisa. Po bre, se tha që është të shpërën në te. Ti mund në këshirë pun të tua. Anite. Që ato gjygyma laj. Mëre qfar gjygyma, i kam 100 gojle tjera. A more vesh ka prash. Mirë një herë. Kry bob. Mirë një herë. Ej, nuk e mejtë që ati shka rajë. Ma në një këta poshtë të zotin. Se në Allah falë që pa lidhje ti? Se pa që njëre si shkën ta heqti, shkoj që mi gjuj që Allah fëtë mu në kare më. Mirë, pse ti borë sajri pari me dorë? Tja nuk e vrejtë se pinë, sa baj, këshirë këtë mi u gjujt njënit për neve. Po jo ti ma gjujt e muë. Halo, drejka në poshtë, halo, drejka i men të cigaret. Që të në të plasë mu se... Juve se një Ramazane, juve se u knaqëm, a ka që të ranë shpirtin ta në shpi. Po pasha zotin, ta shpia di nonës, që ka jekra me të likja. Nonës? Man, men, ti se hajnë ka ndonë, që ki baba pa iftar në jemi. A të kujton, këtë iftar, që jo të teke, që ki baba në zemë, none, s'ke ba, din jashtë. Unë nuk e di këta tipa, se më vëllot quhet, kishe për moj Ramazan. Ti ban të lashe një shmijes. Ma mirë heqë mëse moj bilet jem... Po dy bilet qërë mëse të nga tjertë. Shloki atishtë do të me dalë për shpijes mësë mëse u shpi. Se fësot që neve poshtë zote. Nuk e di vla këto veç të lashe të qëtë. Heqë më sa gjërda heqë. Kejtë në morë në qafë.
Na që tu, vjen pak ma mirë të shkë. Bre, me të ka unë qa, bre. Bre, kur që më njeri me ne, më ushtri. Bre, ja. Që e martë. O, Elias! Apo një, bre! Falë, Bob. Shka është e tja raptim me baba më kryt ma qabe? Po punë të mi bëj me Bob? Punë? Nëse si bëj unë, kush ka me i bë? Po qëfar punit e bami po prishti veç po them të kërsit aty, pre pas Po ti zotit. u të me mua, Bob, së nëse nëse të prish, as nuk jam të thuj kur gjo. A e ke la gjykimet aja? Po ko vak bre Bob, dhe në vaktiftorit t'i loj edhe ata. Po kur i ban bre, vaktiftarit? Ketë punësën i netin vaktiftarit. Shpejt merë me i la gjykimet. Ha shpejt, minire. Anjo Bob, që ku shkoj pila. Shpejt. Goka, në lëpak. Po Bob? Ko janë cigarë që mi ka pru e dritoni pipi Gjermanie? Ha? Mos i kam pi e nisi Artune. Shka? O, ishala, po në bofshin ato iftarë sonte me mu korja. Me në telefon thirri dhe kalzoj ku i kanon cigarët. U kry Bob, Anite. që tash? Haj bre. Ha? Jo, unë se di, valë këta Arton, nëse ke pjeve babës cigarët, dritoni që ka i ka pru? Jo, be. Fak që më thuj i kote komoda aty, ku i letu senë që rrugët, që ty i ko. Artoni po thot, oj motër, Artoni po thot aty të komoda i ka. Si që kina prejkë vallaj, pse u ka, apo do me ka të pështeja? Hishish me se këtë gjevapin, le se a i sish mirë sot pinë sa vaj po mna. Po. E po, hajde që duhet nëjse shkruj, pra, në shkruj. Po marrë me në të kina me dashtë të nëjë. Hajde. Shvaja, që tashtë ka të dashtë me kolla? Sa është mire, po para me në me ja pas pi. Kuj kishmi gjetë në cigarët Gjermanisë? Ho, be, e këshmi morë do të qëtit Greqijës, a i kishë diktua, ja? Hajde, i ko ma shpejtë, se... Selam aleikum. Shka sëm dalë atin televizar, e prit, badhe, dhe që pjefojnë që. Bob, që cigaret? Ha, u bon cigarët, ha? Mizi që i gjete, apo? Si pas kënë pi? Ju bre Bob, ata senet të tua nuk i preken. Të respektojnë Po valoj. normal, ku gëzojnë me i pi, se i përzo pi shpije, bre, i përzo, bre. Edhe ti pi u dhe në kraha. Hec shko atje, pise. Pi Gjermanie mi ka pru driton. Qëto, nja 4 cigare pidaj për iftar. Këto 2 cigare për në WC. Këto qerat pilo, mazdarke me qaj, terin, syfir, besoj se mdalin. Bismillahirrahmanirrahim. Të ndëruar vëllezër dhe motra. A mund të jemi të lumtur nëse të tjerët që janë përreth nesh janë të trishtuar? Muhamedi alayhi salam na mëson se lumturia individuale është e lidhur me lumturinë kolektive. Nëse e humbim qetësinë, nëse zemrohemi, nëse nervozohemi, atëherë ky zemrim do të ndikoj negativisht, jo vetëm tek vetja jonë, por do të ndikoj negativisht edhe tek të tjerët. Në skenën që e pa,
babai lejon që zemrimi ta kontrolloj dhe kështu krijon tension në familje. Një fjalë e ashpër, një sjellje agresive dhe familja përfshihet në një atmosferë të rëndë. Po të njëjtën gjë e shohim sot edhe në shoqërinë tonë. Përplasjet më të vogla mes njerëzve kthehen në konflikte të mëdha. Fëmijët rriten me frikë dhe stres nga prindrit që i qortojnë me zemrim. Zemrimi qënë në grindje mes bashkëshortëve duke shkatruar familje të tëra. Islami e obligoi agjërimin dhe këtë nuk e konsideroi vetëm abstenim nga ushqimi dhe pija, por të njëjtën kohë Islami e konsideroi agjërimin edhe si një mundësi që njeriu me e kontrollu veten e tij, me e përmirësu veten e tij prej dukurive negative, prej dukurive të këqija. Si konfirmim i kësaj që tham, është fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili tha në një hadith: kush nuk i lë fjalët e kota dhe veprimet sipas tyre, Allahu nuk ka nevojë që ai ta lënë ushqimin dhe pijen. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam thot me një hadith tjetër: agjërimi i vërtet nuk është të ndaluarit prej hajës dhe pijes, mirë po agjërimi i vërtet është të ndaluarit nga fjalët e liga, nga veprimet e mbyta, saqë tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: nëse dikush gjatë kohës sa ti je duke agjëruar të provokon, të shan, të fyen, ti mos ja kthen në të njëjtën mas, mirë po vetëm thuaj: unë jam agjërueshëm, unë jam një njeri që agjëroj. Dhe gjithashtu kur Zoti i Madhreshëm flet në Kur'an për agjërimin, ai tregon për qëllimin sepse duhet me agjëru besimtari. Thot Zoti i Madhreshëm: leallekum tettekun, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pra nëpërmjet agjërimit ne duhet të arrijmë deri tek devotshmëria, që të kontrollojmë fjalët e tona, që të kontrollojmë veprimet e tona. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: shumë njerëz nuk marrin asgjë prej agjërimit përpos urisë dhe etjes, që do të thotë se nëse dikush nuk përmbahet nga gjuha e keqe, nga fjalori i ndyt, nga shpifja dhe nga probleme të këtij lloji, atëherë ai nuk ka përfituar asgjë nga agjërimi i tij. Mirë po, shtrohet pyetja: si kemi mundësi që ne ta kontrollojmë zemrimin, ta kontrollojmë nervozën, të mos nervozohemi, të mos zemrohemi? Dy gjëra na ndihmojnë në këtë aspekt: maturia dhe butësia. Këto janë dy moralet më të dashura tek Allahu i Madhreshëm. Maturia është para se të merret vendimi, ndërsa butësia është pasi që të merret vendimi. Kur për dikë themi se është i matur, kjo do të thotë se ai fillimisht i peshon mirë gjërat para se ta merr vendimin. Pra ai e peshon mirë fjalën para se ta flet ata. Dhe kur për dikë themi se është i butë, kjo do të thotë se në vendimet e tij, në fjalët e tij, ai nuk është i ashpër, ai nuk është i vrasht, mirë po kontrollon fjalët e tij, kontrollon veprimet e tij. Nëse do të sillemi me maturi dhe butësi, do të jetojmë të lumtur si ne, po ashtu edhe njerëzit që na rrethojnë. Kur dikush shkoi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha që ta këshillonte, pejgamberi alayhi salatu wasalam shumë shkurt ju përgjigj, tha: mos u nervozo. Njeriu sikur nuk u kënaq me këtë lloj përgjigje të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe sërish e përsëriti pyetjen: më këshilla ai dërguari i Zotit? Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam sërish i tha: mos u nervozo,
dhe vazhdimisht këtë e përsëris të pejgamberi alayhi salatu wasalam duke thënë mos u nervozo. Pra, përderisa pejgamberi alayhi salatu wasalam e këshillonte që të mos nervozohej dhe të sillej me maturi, do të thotë që nervozizmi është diçka që mund të ndryshohet, mund të përmirësohet. Ata që e frenojnë veten nga zemrimi, Allahu i Madhreshëm i konsideron bamirës. Kështu në surën Ali Imran, ajeti 134, Zoti i Madhreshëm kur flet për dhënien e sadakas për bamirësit, njëjtën kohë përmend edhe ata që e frenojnë zemrimin dhe i falin njerëzit, dhe në fund Zoti e përmbyll me fjalë duke thonë Allahu i do bamirësit. Pra, në këtë kategori hyjnë me bamirësit edhe ata të cilët frenojnë veten e tyre, frenojnë, kontrollojnë zemrimin e tyre. Prandaj të nderuar vëllezër dhe ju motra, njeriu i fortë nuk është ai që fiton një sherr, por ai që e kontrollon veten. Andaj ju bëj thirrje që të agjeroni me një agjerim të mirëfillt, duke u larguar jo vetëm nga ushqimi dhe pija, mirë po duke u larguar nga çdo lloj fjalori i ndyt, nga çdo lloj veprim i pahishëm. Allahu pranoft agjerimin tuaj dhe veprat tuaja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.